Një zjarr ka shpërthyer në hapësirat ndihmëse të televizionit Koha që ndodhet në qendrën e re tregtare në Tetov. Ngjarja ka ndodhur në kohën e iftarit të shtunën më datë 8 mars, ndërsa ende punohet në zbardhjen e rastit dhe shkaqeve. Në orën 17:20, pronari i televizionit Koha është njoftuar nga fqinjët që jetojnë përballë se hapësirat e televizionit Koha janë kapluar nga zjarri. Në të njëjtin moment janë lajmëruar zjarrfikësit e Tetovës, të cilët për një kohë të shpejtë arritën dhe lokalizuan zjarrin. Fatmirësisht në këtë zjarr nuk ka të lënduar dhe viktima, por dëmet materiale janë të konsiderueshme, të cilat ndikuan edhe në ndërprerjen e transmetimit të programit. Pas lokalizimit të zjarrit në vendngjarje arritën edhe ekipet e policisë së Tetovës, të cilët siguruan vendin deri në mëngjes, kur edhe nga inspektorët e policisë është bërë hetim në vendin e ngjarjes. Gjatë ditës së sotme është bërë hetim plotësues për shkak të dyshimit për zjarrvënie eventuale të qëllimshme ose për të konstatuar shkaqjet e vërteta të zjarrit, i cili ka qenë shumë i fuqishëm. Kjo edhe mund të shihet nga shkrirja e aluminit dhe pjesës së pllakave të bekatonit. Pronari i televizionit Koha Mevaip Abdiu ka kërkuar nga institucionet kompetente që të zbardhet ky rast, sepse ka dyshime të cilat aludojnë në atë se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa kjo solli deri në ndërprerjen e programit pikërisht disa minuta para iftarit. Të dashur miq të televizionit Koha, ashtu siç e dini dhe jeni të informuar, nga dita e shtunë televizioni Koha nuk ka sinjal, shkaku i një zjarri i cili i kaploi hapësirat ndihmëse të korridorit tonë në televizionin Koha, i cili zjarr ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ajo që dua sot përpara jush të them si pronari i televizionit, sepse ne kemi indikacione shumë të sigurta se kjo është pjesa që ka qenë epiqendra e zjarrit, e cila na jep një indikacion se këtu ka shpërthyer ndonjë mjet i cili është hudhur nga pjesa e dritares, mjet i cili pastaj ka rap në pjesën e poshtme të korridorit, edhe ja si e shifin pllakat të cilat nuk janë pllaka të thjeshta keramike, po janë pllaka mermeri, kanë lëvizur nga vendi dhe këtu është krijuar një temperaturë mbi 2000 gradë, e cila ka bërë shkrirjen e gjithë pjesës që është me aluminium. Kemi dritare të cilët të gjitha janë të krisura, instalimi i rrymës elektrike gjithashtu është djeg në një moment, dhe pikërisht kjo ka ndodhur diku te rreth orës 17, sepse në orën 17:15 minuta kemi marrë informacionin e parë, kurse zjarri diku ka filluar ndoshta ka ora 17 në mënyrë të vrrullshme dhe e ka bërë gjithë të dëm. Në ndërkohë, sot televizionin Koha e vizitoi edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, dhe bashkëpunëtorët e tij. Gjithashtu edhe kryeshefi i sektorit për punë të brendshme në Tetov, Riat Ali, të cilët premtuan se do të angazhohen që ky rast të zbardhet sa më shpejt. Njëkohësisht informojmë që pjesa që u kaplua nga zjarri nuk është e siguruar në asnjë kompani sigurimi, prandaj kërkojmë hetim të paanshëm dhe sa më të shpejt, kurse format e këtilla nuk mund të na ndalin që gjithmonë të informojmë drejt dhe sakt.